Vështirë të gjesh një start sezoni më të dobët për Vllaznin, e mundur edhe një herë në Loro Boriçi nga Tirana në javën e 9 të Superligës. 7 pikë në 9 ndeshje, 2 fitore dhe 1 barazim për skuadrën e Roland Luçit, në pankinj që prej 4 ndeshjesh 3 nga të cilat i ka humbur dhe që tashmë nuk di më me këtë kapet. Vendi i fundit në shoqërinë e Gramozit nuk mund t'i lejojë qetësi kuqebluve, aplikimi i ndryshimeve dhe gjobave ndaj të cilëve siç duket nuk jep rezultat. Feston Tirana në Shkodër, duke prekur fitoren e 2 të radhazi në kampionat, mision që e ka arritur edhe në javën e 2 dhe të 3 të Superligës. Vendos Gjergji Muzaka që sakrifikon dhe luan i dëmtuar, por vendos rezultatin në favor të teknikut Alban Tafaj. Vllaznia në fakt dominoi në zotrimin e fushës dhe kontrollin e topit, por Tirana ishte më e qartë në vizion. Abraham jep sinjalin e parë në portën shkodrane, afrikani shmang Smajlin në hyrje të zonës, por goditja e fortë e tij përfundon mbi travers. Rasti i parë i vërtet për Vllaznin vjen në minutën e 17. Sinani zhytet me kokë pas arkimit nga goditja e dënimit e Shtupinës, por në Albani është i gatshëm të grushtojë edhe në tentativën e balës. Optimizmi i Shkodran goditet brutalisht në minutën e 30 në aksionin më të bukur të kryeqytetasve. Vizion Lore i Matajt që ndryshon krahun e sulmit me një top të gjatë preciz për Muzakën. Mesfushori i kontrollon dhe godet e gjitha në shpejtësi, duke mposhtur grimën në dalje. 1-0 t'u lat tifozët dhe lojtarët e Vllaznis, nga të cilët vetëm Shtupina mundohet të jetë aktiv. Mesfushori megjithatë është tepër i vetëm për të çarë fanellat e ngjeshura bardhë blu. Kuqeblut e marrin veten në fundin e pjesës së parë dhe shfaqen sërish të rrezikshëm. Bala provon me kokë, por nuk gjen kuadratin e mbrojtur nga Albani. Kundërsulmi i Tiranës është cinik dhe mund të dënonte edhe një herë Vllaznin e zbilancuar përpara. Memeli nuk mendohet 2 herë në topin e gjatë të Mukës, por tenton një diagonale që frikson grimën, por që për fatin e portierit Shkodran kalon ngjitur me shtyllën në të djathtë të tij. Ndeshja ka ritëm dhe skuadra e Luçit nuk arrin të shfrytëzojë mundësinë e fundit të pjesës së parë. Sinani i vetëm përballë Albanit tenton pasimin tek bala, por portieri bardhë blu kupton gjithçka dhe devion me këmbë duke shpëtuar rezultatin. Nis fuqishëm pjesën e dytë Vllaznia që nuk mund të pranojë të paktën humbjen e parë në shtëpi. Shtupina depërton mirë në qendër, pason për balën, por sulmuesi i ri bllokohet në goditje nga Abraham, që markon nga afër. Presioni i vendasve arritet, ndërkohë që Tirana preferon të luajë kujdesshëm. Smajli devion, por jo aq sa duhet, një goditje dënimi që përfundon në krahët e Albanit. Goditjet standarde janë mundësi e mirë për Vllaznin, por Vllajević duhet të korrigjojë shënjestrën, sepse me kokë godet lart mbi travers. Kundërsulmi është arma e zgjedhur nga Tafaj dhe në fakt Memeli mundohet të imponohet brenda zonës, por pa arritur të gjejë impaktin final. Bala në minutën e 82 provon aksionin individual duke çarë në qendër, por goditja e tij nuk gjen rrjetën. Nën presion Tafaj tashmë largon nga loja Memelin dhe kapitenin Muka për forca të freskëta në mesfush, që ndihmojnë skuadrën bardhë blu të rezistojë edhe në 3 minuta të shtesë. Pas fitores me Shkumbinin, shpresat u ndezën për të paktën një vend në Kupat e Europës, por tashmë 2 humbje radhazi, e fundit me Tiranën, ku në të vërtetë formacioni Shkodran 9 herë kampion. Luajti mirë, por pa mundur të shmang një tjetër dalje nga stadiumi me kokën poshtë.